kur avionët e NATO-s në muret anës rrugës qendrore kanë mbetur ende varur portretet e liderëve serb. Por prania e tyre ngjan tashmë e largët, shumë e largët. Por ndërsa portretet e Miloševićit dhe Milutinovicit të zverdhen dhe lagen në muret e qytetit si kujtimi një kohe tjetër, administrata e re nuk ka dashur të humbas kohë. UÇK ka zënë një pjesë të pikave strategjike dhe 3 ditë më parë, Thaçi, drejtuesi i saj dhe kryeministri i Kosovës, ka kaluar kufirit me Maqedoninë. I shoqëruar nga Arbër Xhaferi, lideri karizmatik i shqiptarëve të Maqedonisë, ai është nisur nga Tetova drejt Kosovës, edhe pse destinacioni fillestar nuk është Prishtina. NATO dhe OKB nuk mund të pranonin një prani të tillë të UÇK-s pa firmosur më parë një marrëveshje për demilitarizimin e saj. Një marrëveshje, bisedimet e së cilës do të zhvillohen në një fshat të vogël të Drenicës pa praninë e gazetarëve. Nga Tetova në Kleçk të Drenicës së Epërme nuk janë më shumë se 27 minuta fluturim. Thaçi ka nisur këtu fillimisht aktivitetin e tij ilegal. Pjesa më e madhe atyre që e presin janë ish-miq dhe shok të ditëve të vështira, të ditëve kur nuk ishin më shumë se 20 vet, dhe kur vendosën të fillojnë një mënyrë të re rezistence, atë me armë. Përpara Thaçit, në fshatin e vogël ka mbritur delegacioni amerikan, i shoqëruar nga forcat angleze të KFOR dhe përfaqësues ushtarak. Thaçi nuk ngjan shumë rehat në kostumin e gjerë, të cilin në detyrën e re duket se do të jetë i detyruar ta mbajë çdo ditë. Ai e vë në pozitë të vështirë dhe përpara miqve të vjetër, pjesa më e madhe të cilëve mban ende veshur rrobat ushtarake. Shtëpia e bisedimeve është disi e veçuar, e fshehur me spemve. Për një kohë të gjatë ka qenë seli e shtabit të përgjithshëm dhe pas Rambujes edhe seli e qeverisë së përkohshme. Në të janë instaluar disa kompjutera dhe disa telefon satelitor sigurojnë komunikimin e përhershëm dhe perfekt me pjesën tjetër të botës. Zona përreth është e vetmja që ka qenë e kontrolluar gjithmonë nga UÇK. Në të kanë qenë të vendosur brigada 121, batalioni zbulimi dhe trupat e gardës. Delegacioni shqiptar nuk është mjaft i përcaktuar, por në dhomën e vogël kanë hyrë më shumë se 8 vet. Hashim Thaçi, kryeministri i Kosovës. Recep Selimi, i quajtur Djeçi, ministër i brendshëm. Sami Thaçi, bodyguard. Numan Baliç, ministër i pushtetit lokal i Maqedonisë. Kadri Veseli, Firush Shtaçi, shef i shërbimeve sekrete të Kosovës. Naim Muja, i quajtur dhe komandant Dudajevi, shef i rojeve të Thaçit. Rambuja, ministër i pushtetit lokal i Kosovës. Komandant Hoxha, antar i shtabit të përgjithshëm arshivist i UÇK-s. Kjo shtëpi e vendosur në malsinë e Berishës në zonën e Drenicës, e vetmja zonë e cila në Kosovë nuk ka arritur të shkelet nga ushtria serbe gjatë më shumë se një viti të operacioneve ushtarake këtu, është selia ku ka qenë vendosur shtabi i përgjithshëm i ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe për një kohë dhe qeveria e zotit Thaçi, pra menjëherë mbas emërimit të zotit Thaçit kryeministër dhe të krijimit të kabinetit të ri. Po zhvillohen bisedimet për çmilitarizimin e UÇK-s midis kryeministrit të Republikës Kosovës, zotit Thaçi, dhe përfaqësuesve të NATO-s. Sot zoti Thaçi ka mbritur me një helikopter direkt nga Tetova, i shoqëruar dhe nga kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare të Maqedonisë, zoti Arbër Xhaferi, si disa antar të kabinetit, antar shqiptar të kabinetit maqedonas, si dhe një pjesë e madhe e qeverisë Kosovës. Antarët e qeverisë ndodhen aktualisht në ambientet e brendshme të kësaj shtëpie, pra që siç e thash më parë ka qenë seli e qeverisë dhe seli e shtabit të përgjithshëm. Që mund të diskutojnë edhe më herë se sa ora 10, kështu nuk mund të vinë herë. Say he will confiscate the weapons if they're seen in the hands of the weapons. And that will then lead to a confrontation. That's the difficulty. Okay? And that's what I'm trying to avoid. Generali Jackson po I kërkohet nëse do jenë armë të tilla në qytet, ushtar me armë, do t'i konfiskojë. Prandaj është në të mirë që tonën që të mos shkojnë ushtarët me armë, sepse ai do t'japë urdhër pastaj të konfiskohet. Edhe ajo sjell konfrontim.
tomorrow evening rather than Saturday morning. Do t'jete mundur që të takohemi nesër në mbrëmje në vend që të takohemi të shtunën? It is purely the fact that we will be under political pressure. Është kjo është për faktin që do të jemi në një presion politik. And they will be pressing all the time. Dhe ata do të na bëjnë presion gjatë gjithë kohës për shumë detaje për këtë. Gjithçka po të presion mundësia me gabu është e madhe, Everything that a deadline was fixed at Saturday evening or afternoon. If we can't meet tomorrow evening, I would like if you can do it to meet on Saturday morning. Nëse nuk mund ta bëni, nuk mund të bëhet nesër në mbrëmje, unë do të përgjigja që të bëj të shtunën në mëngjes. Para ditës. Ora 10. We will come to you, Ian. Okay. Maybe in Pristina, if you agree with the delegate. I want to try and keep us out of the media's eyes for the moment. Undertaking, and it is seen as you coming forward and saying to the international community, we are doing this. Për të bërë negocimet me ju, edhe do thonë që është marrëveshje. So it's better that we keep a low profile at the moment. The final thing I would say to you is that if you feel that we can discuss earlier than 10 o'clock on Saturday, I can come whenever you want. Gjëja tjetër që do të thonë, nëse ju ndjeni që mund të diskutojnë edhe më herët se sa ora 10, të shtunë unë mund të vjen herë. Nuk dihet pse bisedimet që zhvillohen në kuadrin e NATO si drejtojnë krejtësisht amerikanët. Njeriu më i rëndësishëm është James Rubin, zëdhënës i sekretares së shtetit Albright dhe njohës i Kosovës. Bashkë me të dhe Sean Burns, drejtor në Departamentin e Shtetit për Evropën Lindore dhe Ballkanin. James Rubin e di se me shqiptarët është e vështirë të bisedosh. Nga marrëveshja varet dhe një pjesë e karrierës së tij. Pikërisht për këtë, ai ka dashur që gjithçka të mbetet sekret, dhe pse sërish nuk ju ka shpëtuar kamerave, madje edhe pse ju kthen kurizin. Por James Rubin dhe shefat e tij e dinë se më e vështirë do të jetë të binden komandantët e UÇK-s. Luftëtarët e ashpër, ata mbajnë mbi supe një pjesë të lavdisë së fitimtarit. Së pari, Agim Ceku, shefi i shtabit të përgjithshëm. Ish oficer karriere, ai braktisi në vitin 1991 armatën jugosllave për të bashkuar me independentistët kroatë. Ceku bë mjaft popullor në Kroaci. Fitoi gradën e generalit dhe fitoi një nga betejat më të njohura të luftës kroato-serbe. Pas shpalljes së qeverisë Thaçi u bashkua me të duke marrë mbi vete postin e shefit të shtabit të përgjithshëm. Po aq i njohur sa ai dhe komandant Remi. Një djalë i ri që ndoshta është dhe luftëtari më i njohur në Kosovë, komandanti i zonës së Llapit, ai ka zhvilluar shumë beteja dhe ka pasur sukses në mbrojtjen e popullsisë civile. Remi është nga aktivistët më të vjetër të UÇK-s, së bashku me Kadri Veselin, tani shef i shërbimeve sekrete. Veseli është njeriu më i afërt i Thaçit dhe padyshim dora e djathtë e tij. Ceku ka ardhur në krye të shtabit në vend të Sulejman Selimit, i mbiquajtur Sultani. Askush nuk e di pse Sultani la vendin e tij për të bërë komandant i gardës, një repart mjaft i stërvitur dhe special i forcave të UÇK-s. Ikja e Sultanit ngjalli mjaft diskutime, por ai vetë i dha fund atyre. E prezantoi zëvendësin e tij dhe tani kanë marrëdhënie mjaft të mira. Karriera e Sultanit është mjaft e veçantë. Ish futbollisti i njohur i Skënderajt dhe Prishtinës, pas mbarimit të karrierës sportive, ai u vendos përfundimisht në Prishtinë. Njeri i ashpër dhe trim, ju bashkua UÇK-s që në ditët e para të saj. Pas ikjes së serbëve është vendosur me formacionin e tij në Prishtinë. Emri i tij përmendet mjaft edhe me admirim dhe me frikë në qytet. Ky djalë i ri, që nuk e ka qejf kamerat dhe që shumë rrallë është filmuar nga to, është po aq skeptik ndaj të rinjve të kryeqytetit që në ditët e luftimeve të Drenicës nuk e kanë mbështetur UÇK-n. Nuk dihet cili do të jetë roli i tij, por do të jenë bisedimet e Drenicës që do ta vendosin atë. Sultani e di këtë, por ai ka preferuar të largohet përpara përfundimit të tyre.
Marrëveshja e Drenicës u nënshkrua mes natën e 20 qershorit, por ajo nuk ishte ashtu siç e kishin parashikuar aleatët. Tha që kishte të vështirë të merrte një vendim të tillë. Kur ai u nis nga Tetova, gjithçka parashikoi më e lehtë. Ishte menduar që marrëveshja do të nënshkruajë atë mesditë. Mbasdite, teksti që shkruar dhe rishkruar 2 herë. Nuk është sekret të thuhet se Arbër Xhaferi kishte një rol të veçantë. Njeriu politik i Tetovës ka më shumë përvojë politike dhe Thaçi apo miqtë e tij nuk e harrojnë këtë. Ashtu dhe Rambuja, një ish militant i Lidhjes Demokratike të Kosovës që e praktisi formacionin e parë për të bashkuar me UÇK-n. Në të vërtetë, marrëveshja e demilitarizimit krijon mjaft probleme për UÇK-n. Jo aq dorëzimi i armëve, stemave dhe uniformave, i cili duket se nuk do të ndodhë kurrë. Por problemi i së ardhme së njerëzve që luftuan dhe rrezikuan mjaft kohë shqetëson Thaçin dhe drejtuesit e tjerë. Ndoshta kjo ka qenë dhe ideja për shndrimin në një gardë kombëtare apo në një formacion të ngjashëm. UÇK e di se tashmë nuk është më koha e armëve, se i mban apo nuk i mban ato nuk ndryshon gjë. Por UÇK e di se nëse forcat e NATO-s largojnë një ditë, në Kosovë do të vendosin përsëri armët, dhe jo vetëm në raport me serbët. NATO ka qenë mjaft e kujdesshme me UÇK-n. Nuk duhet haruar se kjo e fundit dhe pse pa deklaruar zyrtarisht ka qenë aleate me vlerë në luftë. Misioni i saj që kryesisht nxjerrja e formacioneve ushtarake serbe nga pozicionet e tyre dhe më pas, NATO vendoste fatin e tyre me bombardime ajrore. NATO e di se fitoria moralisht i takon dhe UÇK-s dhe se kjo e fundit ka mentalitetin e triumfatorit. Nuk ka si të ndodhë ndryshe kur pjesa më e madhe e popullsisë së Kosovës mban në krah, në rroba apo mbi kapele stemën dhe simbolet e saj. UÇK nuk është formacion. Ajo tashmë është një frymë. Ekziston edhe atje ku nuk ka mbritur ende. Ata e dinë që është vështirë të luftosh me një frymë dhe as që duan ta bëjnë këtë. Pikërisht, prandaj kanë vendosur ta çarmatosin me dëshirë, pa i lënë të fyer dhe njëkohësisht pa i çarmatosur krejtësisht. Ndoshta edhe ata e kanë kuptuar se mënyra më e mirë për të çarmatosur UÇK-n është shndrimi i saj në një formacion të ligjshëm politik. Marrëveshja u nënshkrua mes natën e 20 qershorit mbasi James Rubin dhe Sean Burns fluturuan disa herë nga Drenica në Shkup dhe prej këtej në Bruksel, ose mbasi pasi ata siguruan Thaçin se pas kësaj nuk do t'i mungojë mbështetja e tij. Rubin ka qenë aq i lodhur me bisedimet sa nuk ka hezituar të shtretë sa herë që i lirë mbi bordurën e vogël rrethuese të shtëpisë. Por ai nuk preferoi të ushqejë në mensën e vogël të UÇK-s ku sherifi, buja dhe komandantët e tjerë kaluan drekën modeste. Pak vetë nga komandantët qëndruan gjatë gjithë bisedimeve. Shumica e kalonte kohën në obor duke diskutuar më shumë se sa për marrëveshjen për Rugovën dhe Prishtinën. Qyteti ku, siç thoshte komandant Raketa, e kishin besuar se një ditë do hynin fitimtar. Por rruga deri në Prishtinë nuk është e lehtë. Shumë kalime janë shkatruar dhe për të shmangur ato duhet të hecësh në kalimet dytësore plot gropa dhe pluhur. Anës rrugës shtrihen fshatra të shkret, gjysmë të djegur apo të shkatruar, në muret e të cilëve dallojnë ende mbishkrimet serbe. Një pjesë e banorëve janë kthyer dhe shumica e tyre ka vendosur që ditën e parë ndërtimin e shtëpive të shkatruara. Janë miqësorë dhe shumica i përgjigjen pyetjes: sa larg është Prishtina me frazën standarde? Përkaqorje në Grand Hotel. Grand Hoteli është vërtet zemra e kryeqytetit, një nga ato godina tipike të komunizmit, simbole të madhështisë së sistemit. Por tani ai pret të tjerë mysafir, që me hyrje në Prishtinë të trupave të KFOR-it, aty janë të buar mbi 1500 gazetarë. Sikudo ku shkelin ata ka shumë gjallëri dhe zhurmë. Bombat e Tomahawk dhe snajperët e armatës jugosllave këtu nuk friksojnë kërkënd. Lajmet që vijnë janë të bujshme, shpeshherë kontradiktore. Zbulohen varre masive, raportohet për largimin e serbëve dhe incidentet e fundit me trupat britanike. Në mbrëmje të gjithë janë miq, ndërsa në mëngjes shndrohen sërish në konkurrent. Është kthyer në anekdot rasti një gazetare amerikane e cila nga dëshira për sensacion kishte hapur vetë një grop varri dhe më pas operatori e kishte filmuar atë.
Hoteli i njohur ka mbetur ende vendi ku gjallojnë serbët. Për të bërë një porosi ende duhet të flasësh serbisht, ndërsa llogaria në fund vazhdon të vi me dinar, edhe pse markat ka fituar tashmë më shumë pesh. Shqiptarët preferojnë më shpesh të largohen atij. Ata humbasin errësirën e mbrëmjes për të vrapuar drejt shtëpive të tyre krejtësisht të vjedhura, ku nata ju ofron vetëm pak ushqim dhe mungesën e plotë të ujit. Kur janë larguar trupat e fundit serbe, kanë bërë dhe krimin e fundit ndaj këtij qyteti, shkatrimin e ujësjellësit. Për të rinjtë Prishtinës, këto duken histori të harruara. Ata kanë qejf t'i kthejnë jetës së dikushme të një qyteti rrugët e të cilit gëlonin deri në orën 3 të mëngjesit. Tentativën e parë kanë bërë 2 gazetarë amerikanë. Ata kanë hapur të parin pap të qytetit ku mund të sfidohet nata. Në shoqërinë e flamurit shqiptar dhe të karikaturave që ironizojnë takimin e Holbrukut me luftëtarët e UÇK-s, tani kërcehet. Vetëm gjatë një nate mund të konsumohen mbi 1000 kanoçe birë. Aty mund të takosh pa vështirësi edhe Prishtinas të njohur. Dhe vërtet, qyteti ka filluar të lëvizë. Të parët që kanë nxituar të nxjerrin të ardhurat e para janë ata që punojnë me gazetarët dhe organizatat ndërkombëtare. Një gjuhë e huaj qytet shumë shtrenjtë. 200 deri $250 në ditë për ata që bëjnë përkthyesin anglishtes. Por dhe të tjerët ofrojnë ç'të munden. Mjafton të shohësh hallin e Hotel Grandit për të nuhatur se si po rilin tregu i Prishtinës. Afishe të varura ku ofrojnë taksi, shërbime të ndryshme dhe mbi të gjitha banesa me qera. Tani nuk është e vështirë për të gjetur një krevat për të kaluar natën. Shumë shqiptar ende nuk janë kthyer në shtëpitë e tyre, ndërsa një pjesë e madhe e serbëve po i braktisin ato. Ky vakum ka krijuar dhe problemet e para. Ndërsa fillimisht ishin serbët që vinin në shtëpitë e fëmijëve të tyre, tani shqiptarët po i përgjigjen me të njëjtën monedhë. Ajo do të ndiqej nga largimi i qytetarëve serb që kishin larë duart me gjak.
Që kur avionet e NATO-s goditën në mes të prillit godinën që prej kohësh friksonte Prishtinën, u kuptua se gjërat po shkonin në një drejtim tjetër. Nga bomba që rambi Ministrinë e Brendshme të Kosovës tani ka mbetur vetëm gërmada dhe ndonjë simbol gjysmë i djegur. Në ambientet e saj të shkatruara ndjet ankthi i ikjes, kafe të lëna për gjysëm, uniforma të braktisura, shenjat e para të një të ardhmeje të paralajmëruar. Megjithse Prishtina nuk radhitet mes qyteteve ku rreziku ngatosh tepër i madh, sërish ushtarët e KFOR-it janë të gatshëm sa herë ka ndonjë paralajmërim nga qytetarët. Paralajmërim që shpesh qëllon të jetë i rem ashtu sikurse lajmi se karburant mund të merret lirisht. Po pavarësisht nga reminiscencat e luftës, qyteti po mundoi të kthehet në jetë normale, të paktën ashtu sikurse kanë njohur banorët e tij. Gerendina Kraja është gazetare së përditshme më të madhe koaditore. Me këtë shpresë për normalizimin ajo është rikthyer, duke besuar se një ditë gjithçka do të jetë si më parë. Jemi këtu në kodrën e Dragodanit, lagje e kryeqytetit të Kosovës, Prishtinës, të cilin e kemi në prapavi. Është ky kryeqyteti i Kosovës, i cili para eksodusit, para se popullatja shqiptare të bohej nga Prishtina dhe nga mbar Kosova, nga forcat serbe, kishte një popullat për 300.000 banorëve. Tani, Prishtina do të sqarojë se përbëhet nga disa lagje. Pallatet që shikoni në fund, që duke sikur e kufizojnë Prishtinën, janë lagja Kodra e Diellit. Pastaj vijnë pas Kodrës së Diellit ngadalë të poshtë do shohim lagjen Ulpiana. Dhe më së fundi nga ndërtesa e lartë, e cila shërben si ndërtesa për Elektro-Kosovës, fillon lagja Dardania, e cila është lagja më e madhe, njëherë lagja më e madhe në Prishtinë. Dardania me Kodrën e Diellit lidhen me pjesën e quajtur Kurizi i Prishtinës, ndërsa lagje tjetër nga kjo pastaj kalohet në qendrën e qytetit, ku ndërtesa e cila bie në sy, për nga madhësia, është ajo e gazetës së parë shqiptare në Kosovë, Rilindjes, e cila punën e vet puna ju stopua, do të thënë preventua nga puna e vet gati para 10 vitesh, kur gazeta u mbyll dhe punëtorët e saj u dëbuan nga puna. Pastaj kjo shërbeu një kati kësaj ndërtese, kati i 5, shërbeu si zyre për gazetën e përditshme Bujku, që ishte në fakt zavendësimi i Rilindjes me emër tjetër. Më poshtë vazhdon Grand Hoteli, që tani është pika kryesore ku qëndrojnë gazetarët e huaj. Përreth ka banesat të cilat nuk identifikohen me ndonjë emër të posaçëm, po që janë banesat të cilat shtrihen në rrugën e quajtur Nëna Terezë. Dhe pastaj vazhdohet për në Borë Ramizin, që dikur ka shërbyer si qendra e rinis, pjesa e poshtme të cilës është me dyqane, do me thënë është qendër zejtare, ndërsa pjesa e përme deri më tani ishte e privuar për shqiptarët. Ekzistojnë hallat për koncerte, pastaj diskoteka të ndryshme. Një kodër tjetër kryesisht e banuar me shqiptarë është lagja Velania. Mes vilave luksoze bie në sy ndërtesë Trekaçe, ajo që në 1992 disa tregtarë adhuruan presidentit të Republikës. Që prej 5 majit, kur Miloševići dha të drejtën të fluturonte drejt Romës, Ibrahim Rugova nuk është kthyer më aty. Drynin që ka kyçur portën e hekurt mund ta hap vetëm Adnan Merovci, bodyguardi hije i liderit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Asgjë nuk është prekur. Në kopësht të njëjtat karike ku qëndronin deri pak javë më parë rojet serbe. Në qytet askush nuk mund të thotë se kur do të vi sërish. Për ditë përgënjeshtrojnë lajmet se Rugova do të mbri. Por tani fati i shqetëson gjithnjë më pak njerëz. Të lodhur nga 10 vjet politik që s'da asnjë fryt, banorët e Prishtinës duket se tashmë shpërfillin njerëzit e rezistencës pasive.
Ashtu sikurse dhe ish kryeministrin, ardhja të cilit nuk ka shkaktuar shumë bujë në qytet. Bujar Bukoshi, që i pari politikan i rëndësishëm që u shfaq në publik, e deshi ta tregoj këtë tek shëtiste gjatë bulevardit kryesor Nën Tereza në indiferencën e plotë të trupave britanike dhe të tankeve të tyre që patrullonin pareshtur. Me njerë mbritja juaj, çfarë përshtypje keni nga Prishtina? Përshtypje fantastike. Me shqiptarët e Kosovës do t'jetë ardhmë e shkëlqyr. Ne tani duhet t'ja shtesim gjoksin ty në problemet në cilat ndeshemi dhe t'e kalojmë. Mendoni se do ketë probleme me të shqiptarëve? Me dy qeveri, do me thënë, mendoni se politika... Jo, lene ato muhabete, ato në Shqipëri, ato muhabete kanë pazar, këtu nuk shkojnë, Kosova është tjetër. Do t'i ka përcejmë në ato për së njëri. Kur do vi zoti Rugova, keni të thënë? Do të vija, së shpejtë, vi me njerë. Të shpejtë, i kanë shumë me trupë. Qeveritarët e vërtet të Kosovës nuk janë ende shqiptarët, sipas një rregulle të vjetër që i detyron fitimtarët të bëjnë ligjin, si zot këtu si dhe generali Michael Jackson dhe i dërguari speciali Kofi Annan Sergio De Mello. Ata tani flasin për çarmatim të UÇK-s dhe për mos njohjen e asnjë prej qeverive ekzistuese. Ata do të ngrenë administratën lokale, policinë, gjykatat. Me bekimin e tyre do të vinë fondet për ndërtime, patjetër me bekimin e tyre do të lançohen dhe liderët e ardhshëm të krajinës. Për një kohë të gjatë duket se do të jenë të huajt ata që do ta drejtojnë këtë vend. Të huaj të një lloj tjetër. Jo si ata që vun këmbën në këtë fillim shekulli, që shkelen gjithçka me çizmen e tyre dhe që tani të raskapitur, të lodhur, të munduar, po largohen me turp. Po largohen duke lënë pas një plur që për shumë vjet nuk do ta mbuloj dot ndjenjën e papërballueshme të krimit, krematoriumeve dhe varreve masive.